Përshëndetje të nderuar miq, pak ditë më parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata Trump, pra presidenti, shpalosi strategjinë e re të sigurisë, e cila tronditi jo vetëm ne këtu, po të gjithë botën, pasi duket sikur jo vetëm largohet nga Bashkimi Evropian duke dhënë edhe një shuplag, një goditje të fortë, por në një farë mënyrë sikur na dorëzon ose na lën në dorën e askujt, edhe ne në Ballkan. Megjithatë, ne do të flasim më mirë për ta detajuar, për ta zbërthyer këtë çfarë do të thotë për ne, për shqiptarët, për botën shqiptare, për Ballkanin, strategjia, me një nga njerëzit që e njeh mjaft mirë, pra sigurinë, eksperti i sigurisë, politikën amerikane, pasi ka studiuar atje, por jo vetëm, edhe në Europë, zotin Arjan Gaxheri. Zoti Gaxheri, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje zot Rivolla, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Ju e keni lexuar strategjinë për të cilën shumë është folur në media, por dyshoj se të gjithë e kanë lexuar atë që është shkruar aty. Çfarë konkretisht theksoi për Ballkanin Perëndimor në strategjinë e re dhe Kosova përmendej diku? Po tani zot Rivolla, unë nuk flas çka shkruan në atë dokument, kushdo që është interesuar mund ta sheh, ajo është publike. Unë komentoj lidhje me dokumentin dhe mendimin tim. Ashtu sikur që kam pas mendimin për këtë plan para se të vijë si vendim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka prapërsisht më shumë se 8 muaj, nuk e maj sakt datën, në një media këtu në Kosovë. Ishim zbashku në bashkëbisedimin e general të Kosovës dhe kam thënë se nëse Partia Konservative do vije në pushtet, ishte dita kur Shqipëria përmbushi 2% e GDP-s për kapacitetet ushtarake. Gjë e cila ishte kërkesë e administratës në Trump, që shtetet pjesëmarrëse të NATO-s të mrinë këtë koeficient. Dhe në aty unë kam thënë që minimumi, nëse vije prap Donald Trump në pushtet, minimumi i shteteve anëtare të NATO-s për të shpenzuar në kapacitetet ushtarake do të jetë minimumi 3%. Dhe tani kemi ardhur, do të thotë, me mos koordinim politikave të evropianëve me amerikanët, kemi ardhur para një akti të kryer. Dhe është një gjë e cila Amerika nuk mohet, do të thotë, si përgjegjës, por ne duhet i marrim përgjegjësitë tona për sigurinë tonë nacionale dhe sigurinë e Evropës. Dhe para së gjithësh, atë që kam thënë për atë 8 muaj, sepse zakonisht ne jemi para kohë kur flasim, tani po ritheksoj që ideja NATO-s ishte ide që Evropa të mbahet e sigurt nga ish-bashkimi sovjetik. Dhe kjo ide tani po merr bazën në fillet e saj. Dhe çdo shtet evropian është i detyruar tani të ngritë kapacitetet e veta për siguri të nacionale më së pari dhe pastaj Bashkimit Evropian dhe kontinentit të Evropës. Padyshim që Shqipëria tani, me që po flasim për Shqipërinë dhe Kosovën, padyshim natyrshëm kjo rrjedh se ngritja e kapaciteteve ushtarake, por tani do të jetë proces më i përshpejtuar për të shpenzuar në këtë drejtim, sepse ndodhemi në një sistem internacional të tillë. Pra, te kjo strategjia më shumë me atë që kam dëgjuar, nuk është se edhe kam lexuar, nuk është se ka frikë për tërheqjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës nga vlera demokratike në shumë vende ku ishte ingranuar, por nga mbështetja ushtarake. Edhe ne ku mund mbështetet tani, ku mund mbështetemi ne, nëse ka një tërheqje, sado që të butë tjetë. Jo, nuk ka tërheqje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga aleanca transatlantike të quajtur NATO, fare s'ka tërheqje, por ka riplanifikim, sepse kemi ngritje një superfuqie të quajtur Kinë, dhe kërkohet me dojmos që Amerika të orientoj kapacitetet e saj financiare dhe ushtarake për drejt Kinës që ta mos ta lejon atë të kontrolloj sistemin ndërkombëtar. Dhe për të arritur këtë gjë, sigurisht duhet që të mohet balanci i dy betejave të superfuqive në sistem ndërkombëtar që është Kina dhe Rusia.
Dhe këtu çka Amerika kërkon është për evropianët të marrin përgjegjësi për sigurinë e tyre dhe shtojnë kapacitetet e tyre ushtarake, kur dihet që në NATO shpenzimet e amerikanëve kanë qenë 75-78% të GDP-s, domethënë të buxhetit NATO-s. Po ndërsa evropianët nuk është që Evropa ka ekonomi më të dobët se Amerika, në fakt, si Evropë. Dhe është fare natyrshme. Në thjesht Europa duhet paguaj për të përmbrojtur. Po sigurisht duhet paguaj për sigurinë e tyre, nëse nuk paguon për sigurinë e tyre, si ka mundësi, jemi në situatë, jemi në gjendje reale tani, nuk kemi më në kohën e iluzionit apo politikave të majta. Po, ka kaluar. Në këtë moment tani, në këtë moment me këtë situatë që ndodhemi, kush mund të përfitojë për të futur në Ballkan? Pra e lëm Rusin, ajo e përhershmja. Ndoshta fuqia ekonomike edhe e Kinës mund të depërtojë më shumë. Po sigurisht, po kjo është tani është arsyeja se evropianët me kinezët duhet të kenë ca reevoluime të marrëdhënieve të tyre ekonomike, do të thotë jo gjithçka mund të bëjnë tregtinë mes vete, e sidomos sa i përket pajisjeve elektronike dhe gjërave të tjera të cilat fuqizojnë inteligjencën artificiale kineze dhe kapacitetet moderne ushtarake të Kinës. Do të thotë gjërat që prodhohen në Evropë duhet të ndalen të dërgohen në Kinë dhe anasjeltas. Kjo dihet dhe Evropa ka një front të hapur me Rusin, e cila duhet marrë përgjegjësi, sepse nuk është në pikpyetje shteti i Ukrainës, po është në pikpyetje siguria e Evropës. Dhe amerikanët kanë këtë mesë të qartë dhe gjithçka çka evropianët mund të bëjnë është të marrin përgjegjësinë e tyre dhe të shkojnë në gjithçka do të shkojnë në interes amerikan. Sa i përket vetë NATO-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar që ajo të zhenohet në shtetet e lindjes së mesme. Tani nëse po sepse Europa ishte e treta pas hemisferës saj, pra perëndimit, e dyta ishte Azia, e treta Europa, e katra lindja e mesme, objektiva. Po tani sigurisht rrezikshmëria më e madhe për amerikanët vjen nga Kina, jo nga Rusia. Dhe sa e përket Rusisë dhe Kinës, tani lindja e mesme është një territor strategjik për amerikanët, ku të shtrojnë sigurinë, aspektin e sigurisë, qoftë në kapacitet ushtarak, qoftë edhe atë ekonomik. Por kjo në proces afatgjatë do të jetë një luftë ekonomike me që jemi në sistem multipolar, kjo do të ndryshojë dhe të vim në sistem bipolar, ku në njërin anë do të jenë shtetet autokratike siç është Kina, Rusia dhe shtetet e tjera, dhe në anën tjetër këto që ne konsiderojmë të jenë demokratike. Dhe këtu do të jetë gara në mes dy botave se kush e influencon më shumë. Dhe do thotë kjo pikpamja strategjike për lindjet e mesme është që të bëhet një rreth edhe karshi Rusisë. Që do të thotë për shembull Latvia, atje është pjesë e NATO-s dhe pastaj ka disa shtete të lindjes së mesme të cilat janë në rreth të kufinit të Rusisë dhe në afatgjatë parashihet që këto nga anët të ndryshme të bëhet do të thotë sulme, ta quajmë ashtu, karshi Rusisë që ta dezintegron ushtrinë e Rusisë dhe t'i jap do të thotë probleme kruciale logjistikës ruse. Në fund të fundit, për t'i vënë kapak kësaj çështje, me doktrinën e re të Trumpit, ne jemi më të sigurt apo më të pasigurt? Tani për Kosovën mund ta them fare kështu, deri sot mund të them se patriotët më të mëdhenj të shtetit të Kosovës janë amerikanët. Prej ditëve të para. Do të thotë prej ditëve të para
planifikimi I CIA-s për shpartallimin e sistemit Jugoslav, pastaj paraqitja e guerilës UÇK dhe prej fillimit do të thotë iniciimi, logjistika, gjitha variantat e mundshme, qoftë diplomatike, qoftë në kapacitete të ndryshme, Amerika dhe deri sot pas çlirimit, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në mënyrë konstante mund ta vërejmë dhe faktojmë se patriotët më të mëdhenj të shtetit të Republikës së Kosovës janë amerikanë. Nga ana jonë, do të thotë pas çlirimit të luftës, shumë përfitell, të cilët udhëheqën me politikën dhe shkuan deri tek ajo ideja e korrigjimit kufive, shkëmbimit të territoreve, të cila shumë lehtë nëse vihet para një gjykate e cila nuk influencohet nga opinioni politik, mund të merr verdikt për tradhti. Po ashtu në gjykatën ndërkombëtare kemi sqarim do të thonë mbarrën e të zezën se shtetësia e Kosovës direkt varet për aftësisë së saj që të bëjë miq ndërkombëtar apo shtetet e tjera dhe të krijojë lidhje të soja bilaterale, që do të thotë shtetësia e Kosovës varet nga faktori de facto, jo de jure, sepse de jure në organizatën ndërkombëtare kemi Kinën dhe Rusinë, e cila është gjithmonë pengesë që Kosova të ndërsa nga ana de facto tregon dhe jep dritën e gjelbërt që Kosova të bëhet shtet dhe të fuqizohet si shtet. Dhe nga ana jonë tani kryeministri që e kemi këtu e ka bërë, do të thotë, kundërtën e asaj e cila është e bardhë të zezë për interesin e Kosovës, do të kundër interesit e Kosovës. Edhe po ashtu edhe ky në një gjykatë e cila nuk do të ketë interferime politike, po ashtu mund do të gjinet si akt tradhtie. Këtë e them sepse për shembull në planin strategjik nacional të Republikës së Kosovës që e kemi, ai përmban në shkrimin e kryeministrit ton, ku theksohet aty në gjitha nivelet, do të thotë marrëdhënia strategjike me aleatët tonë, do të thotë kruciale për sigurinë e Kosovës. Dhe në praktik e kemi sjelljen e kundërt. Do të thotë nuk kemi një sjellje nga mungesë ndjeshmërisë, por kemi një sjellje të qëllimshme kundër interesit nacional të Kosovës. Dhe për këtë arsye definitivisht dhe shumë arsye të tjera, por për të mos marrë kohë, shembuj të pafund me fakte edhe dokumente, mund të them se patriotët e Republikës së Kosovës më të mëdhej janë amerikanët. Në çdo bisedë që ne kemi zhvilluar bashkë, në fundin e saj, ju gjithmonë jeni kujdesur që të evidentoni dhe që të kërkoni, pra përpara se sa të vinte ky moment tani, rritjen e bashkëpunimit mes Shqipërisë e Kosovës. Po, sigurisht. Ju kujtohet zotëri Balla, ne me juve kemi bisedu për një mundësi bashkëpunimi bilateral mes Kosovës së Shqipërisë në aspektin e sigurisë, duke filluar me ushtrit tona. Dhe ajo pastaj ndodhi, natyrshëm dhe kemi thënë, sepse rrezikshmëria në region vjen nga Serbia si homogjene në këtë vendin tonë. Dhe ajo ka ndodhur natyrshëm. Problemi është se ajo të funksionalizohet dhe të fuqizohet. Dhe për këtë do të thotë kërkohet vullneti politik. Sepse të bësh një marrëveshje dhe mos të bësh një makinë dhe mos mi fut gaz mrena, ajo nuk ec. Mund ta mbash aty, por me kry punë nuk kryen me ta. Po ashtu kemi folë edhe për në aspektin ekonomik, se si do përfitonim si popull edhe shqiptarët e Shqipërisë, edhe kënej kufirit të Kosovës. Dhe një bashkim kombëtar është vetmja formë që mund të ndodhe kjo që e them unë. Sepse të ndrosh kushtetutën është e pamundshme. Tani po vim me shumë gjasa të kjo tema që ndodhin në Kongres që territoret e Kosovës të mos
ndohen. Ne kemi pas zotin Kurti para se më anë pushtet i cili trompetonte për bashkim kombëtar dhe javën e parë ku erdhi në pushtet tha kur dikur thoshte se neni një pikë ky hiqet dhe ne bashkohemi klasik. Një javën e parë tha nuk mund të bashkohem sepse është neni ky që nuk na lejon. Dhe ky manipulim do të thotë për të kërkuar që me mënyrë retorike që ne të jemi së bashku, ndërsa në mënyrë praktike të punosh kundër saj, është që neve na krijon hapësira që të vinë një individ, njerëz, edhe të influencojnë në shtetet tona kundër interesit nacional shqiptar. Gjithmonë kam thënë, në territorin, në regionin tonë shqiptarët e kanë dy interese dhe obligim që t'i mbrojnë, dy interese paralelisht, atë amerikan dhe atë shqiptar. Dhe asnjëna tjetrën nuk mund të ndodhë pa nëse s'është në respektim të njëra tjetrës. Që do të thotë nuk mund të avancosh në interes shqiptar nëse është kundër interesit amerikan dhe anasjelltas. Do të thotë kjo na ka treguar neve historikisht dhe kjo është e ardhmja që kemi thënë ne së shekulli shqiptarëve. Ne kemi filluar të dalim nga ajo linjë dhe tani po pasojnë do të thotë gjërat negative kashi Kosovës të paktën. Do ta mbyllim me fushatën atje, me zgjedhjet që janë të treta brenda këtij viti, me shpresë që mundet të tekalojnë krizën dhe të kemi një qeveri të re në fillim të vitit të ardhshëm. Por përpara zgjedhjeve, mesazhi më i qartë që mund vinte nga Shtetet e Bashkuara erdhi, sikur e thatë dhe ju pak më lart, nga Kongresi, nga mbledhja në Komunitetit për Europën, ku Kurti u cilësua pengues. Por a do ta dëgjojnë qytetarët në Kosovë këtë deklaratë që erdhi nga Shtetet e Bashkuara? Pastaj edhe situata si është aty, konfiguracioni politik, aleancat, në fundit në datë 1 janar, ju kë shikoni fitues, ndoshta një koalicion për të një partie? Zotri Balla, ne gjendemi në kohën ku ne duhet të lullëzojmë, më së miri ne po stagnojmë. Është koha jonë që ne të humbim kohë, të mos krijojmë institucione dhe mos të vazhdojmë se jemi në sistem internacional de facto. Nuk pyet kush organizata ndërkombëtare mo. Nuk pyetet mo ç'a mund të bëj Kombet e Bashkuara për Ukrainën. Ç'a mund të bën ata për Gazën? Asnjë gjë hiç. Jemi në kohën tonë reale, ku shteti jon është kriju në bazë de facto. Dhe tani gjithë sistemi ndërkombëtar është në kohë reale de facto dhe politikat e majta janë në ramje. Dhe ne duhet të ndjekim politikat e djatha, sepse duhet të jem karshi realiteti. Po në pyetjes sënde ju përgjigjem sinqerisht, njeriu nuk e ka problem të vërtetën apo mirën, probleme ka të jetë pjesë e një grupi të identifikum. E kupton? Ai njeri se pyete se si do dalë vetëvendosja pasi që njeriu është qenie e tillë. Domethënë në evolucion njerëzor nuk është se ka ndryshuar diçka shumë. Ka pas evolim teknologjia dhe pjesë të tjera, kurse njeri problemin kryesor është të mbetet pjesë e identitetit të një grupacioni. Edhe nuk çon kokën a është për të vërtetën. Qoftë nëse e ndëshkon ajo atë. Se kjo është pjesë e evolucionit njerëzor dhe këtu e kam problemin që njerëzve ju thuash që ku është dilli, po ata nuk e shohin. Po tjetë edhe 20 dill ata nuk e shohin se i mbajnë sytë mbyllën. Dojnë të jenë pjesë e një grupi ku ata ndjehen komfort. Dhe kjo me shumë gjasa do të merr më shumë kohë derisa njerëzit të reflektojnë. Por problemi krucial i sigurisë së Kosovës nuk është se kjo është problemi është që ne po shkojmë drejt izolimit. Me pezullimin e dialogut strategjik amerikan, i cili për qëllim ka interes gjitha kapacitetet dhe nivelet e shtetit për të avancuar, qoftë në ushtarakisht, qoftë në pikpamjen cyber, qoftë në tregti, qoftë në ndër popull, do të thotë
lidhje ndërpopuj mes Kosovës dhe Amerikës, do thotë për viza, për gjëra tjera. Dhe në gjitha kapacitetet kjo pezullu që është një gjë shumë e madhe, njerëz akoma nuk e din se çka është pezullu. Në fakt. Dhe ky është problemi kryesor se ne po shkojmë drejt izolimit dhe drejt një gjëje që mund të na ndodh neve sikur ka ndodhur në Serbi, në kohën e fundit në protesta, në kështu, dhe mund të ndodhë një luftë civile. Luftë civile në Kosovë? Po mund të ndodhë luftë civile. Pse mund të ndodhë luftë civile? Do të thonë është një task force e CIA që është bërë, e cila merret konkretisht me vendet se si pse ndodh lufta civile. Dhe arsyeja kryesore e një vendi që shkon në luftë civile, qoftë ajo autokratike, shtet autokratik, totalitar apo demokratik, arsyeja kryesore për të gjitha shtetet është kur nuk është tamam autokratik ose nuk është tamam demokratik. Hibrid pra. Dhe bën lëvizje. Do të thotë, bëhet non-stop stres, bëhet non-stop, do të thotë ka përplasje të institucioneve, ka përplasje, ka mjegullime, nuk dihet hierarkia, nuk dihet sistemi juridik. Dhe këtu do të thotë pikërisht data 9 shtator apo ishte pezullimi i dialogu strategjik. Pse? Sepse 2 ditë më herët zotëri Kurti kritikoi dhe sulmoi gjykatën kushtetuese. Dhe ne kemi fol për këtë gjë. Shumë më herët jemi kon para kohë. Nëse i merrin qizimet zotëri Balla i ki edhe çështjen e luftës civile ju e keni përmendur në biseda që ne kemi zhvilluar. Ne kemi fol se jemi të shku drejt një fillimit fundit të sistemit demokracisë së Republikës së Kosovës, ku po do të thonë se sistemi juridik po sulmohet nga influenca politike. Do të thotë rëndësia e sistemit juridik që ajo të funksionojë pa varur nga interferencat ideologjike, fetare dhe politike është kruciale për një demokraci. Dhe këtu do të thotë fillon gjithmonë problemi që mund të çojë deri te një përplasje mes njerëzve. Fillimin e vitit, pas zgjedhjeve si e shihni? Pra rezultatin e këtyre zgjedhjeve? Nuk e di. Pra janë pa parashikueshme. Janë pa parashikueshme, nuk e di, do të thotë për arsye se një njeriu nuk është i gatshëm të pranojë të vërtetën, faktike çka është, të fol në numër të madh përgjithsisht, sepse nëse njeriu e merr është aq i arsyeshëm dhe e merr të vërtetën duke në bazë kriterit apo vlerës së vetë mohimit, atëherë shumë lehtë ne vetëvendosim do ta shohim në një përqindje shumë të vogël, sepse i kemi evropianët, i kemi amerikanët, i kemi gjithë aleatët strategjik tonë që po na tregojnë që ky njeri nuk bën. Dhe ta japun ashtë kjo në vete është një budallaki. Dhe ka njerëz që thonë universit i gjinë të fundit, por imagjinatës budallakis nuk i gjinë të fundit. Dhe unë për këtë nuk mund të deklaroj se jam më së i sigurt se gaboj. Çfarë do të them? Do të kisha ashtu një gjë, nëse më lejohet. Po, patjetër. Ligji që po kërkohet të bëhet atje për mos ndryshim të kufive të Kosovës. Po. Rezoluta që u miratua që nuk lejon ndryshimin e kufive. Po, do të thotë ideja e korrigjimit të kufive do të thotë filloi të ceremonia e varrimit të saj ka filluar në vitin e 2019. Në shkurt. Muajin shkurt, tani ja ka qenë 6-7, nuk më kujtohet saktë. Në një dhomë kongresi kishte gjitha shtetet e këto Ballkanit ku jetojmë ne reprezentues. Dhe aty nga zëvendës presidenti i leadershipit transatlantik u tha publikisht që kjo ide është rrezikshme për sigurinë rajonale dhe nuk duhet të ndodhë. Vitin 2019, prezencë të gjithëve. Nga Shqipëria ka qenë Ilir Meta aty. Prezent. Nga Kosova ka qenë Karriga Ashprast. Ma keni thënë këtë, po. Po. Edhe tani
Tani ka ardhur administrata 2 Trump dhe është bë ligj. Dhe njerëz që mendojnë, që kanë menduar se është gjë e mirë, patriotike, apo edhe kanë dhe vonë tani kanë thënë, e bëjmë shkëmbim territorësh ose edhe krym mbarojmë me Serbinë. Nuk është fakt është se një gjë e tillë të ndodhte ishte tradhti ndaj vendit. Për ta mbyllur me zgjedhjet koha që kaloi pra një vit në krizë, ishte e mjaftueshme për qytetarët që të gjejnë kush ishin fajtorët e vërtet të kësaj krize dhe për ta ndëshkuar me votë. Në pritje të kësaj, zoti Gaxheli, unë të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit për ftesën, zoti Bolla, ju bëj të fola gjithë shqiptarëve atje, vëllezërve dhe sidomos Departamentit të Inteligjencës dhe asaj Ministrisë Mbrojtjes dhe ju them prap bashkarisht si bashkëpunëtor në mesvete niveli I institucioneve të shohim alternativat, mundësitë se si të bashkëpunojnë me Republikën e Kosovës në këto ditë kur ne faktikisht nuk po e kemi humbë paksa rrugën. Tani besoj që kemi nevojë që nga Shqipëria të ketë një mbështetje më të madhe se gjendemi karshi një situatë jo të këndshme të cilën edhe aleati jon ekzistencial na ka bërë me dije. Shpresoj që nga gjithë njerëzit që punojnë këto institucionet të dalin nga rutinat e përditshmërisë, të gjithë kemi familje, të gjithë kemi oraret e drekës, darkës, takimeve tona në kohën e jetën e sociale, po të jetë një përkujdes I shtuar sepse nuk gjendemi në orientimin e duhur. Faleminderit. Bashkohem me thirrjen tuaj, ky është ndoshta momenti më krucial dhe unë të falenderoj shumë. Zot mirë.